Kukës, çfarë mund ti nga fëmijëria jote që besoj ka qenë e bukur, se ka qenë reale, ndryshe nga fëmijëritë sot që janë përpara celularit. Unë kam një gjë që unë mbaj mend që 4 vjeç, po mbaj mend frikshëm. Edhe detaj të vogla, e kupton? Dhe ka qenë një ndër fëmijëritë më të bukura që ka ekzistuar ndonjëherë. Që s'ka lidhje me këtë që bëjnë sot të fëmijëria sotme, marrin një telefon, ikin mbyllën dhomë dhe të merr I madh dhe ju sugjeroj gjithë prindërve bëjnë diçka tjetër, të nxjerrin fëmijët jashtë. Ti çojnë në fshatën aty. Ti çojnë diku dhe ka qenë fëmijëria ndër më të bukurat. Është sepse ti vjen nga një familje e madhe me shumë vëllezër dhe motra? Unë tani realisht kam një vëlla dhe një motër, e kupton? Një vëlla kam arkitekt, motrën e kam inxhinier kimie, jeton në Amerikë. Çka keni afër me profesionet? Jemi të gjithë, edhe fisin e kam inxhinier, jemi domethënë fis gjasmë I zgjuar, e kupton? Edhe por që jemi fis që jetojmë prapë bashkë, ne këtu ku jetojmë te rruga Elbasanit, jemi të gjithë Gjaja, unë vllai. Të pëlqen ky connection mes fisit? Pra. Më ka pëlqyer gjithmonë, sepse sa më afërt jemi, sido që të kemi në zëng të vogël, jemi gjithmonë afër njëri tjetrit, sepse thotë shprehje, joti mishin të hadh apo kockën ta lë. Kështu që duhet të qenë gjithmonë afër njerëzve të dashur, kështu që jemi mirë. Ndryshe nga të tjerat, po e bukur kjo fiks mishin të hap apo kockën ta lë të paktën. Çfarë mban mend në detaj të veçantë nga fëmijëria? Detaj mbaj mend që kur zgjohen 8 orë, hapja dritaren, kishte ra bor. Ishte bor sepse binte shumë herët bor dikur dhe ishte qyteti komplet bor, krijonim nëpër lagje ato skit. Domethënë bënim skiatorë që të rrëshkisnim me kpucë dhe më të mëdhej na bënin diçka që ne duke rrëshkitur na nxirrin këmbët dhe kam ja 4 çame këtu me I vend 4 çame, na nxirrin ato të mëdhej, na nxirrin këmbën edhe fup me kokë në akull. Po ishte fëmijëri shumë e bukur, e papar.